Në zonën e lagunës së Kunevajinit pranë Gërgderdhjes së Lumidrin është zhvilluar një aksion i gjerë pastrimi pas përmbytjes së mbetje plastike të ardhura ndër vite dhe të shtuar ndjeshëm nga rishtë e fundit. Ekipet e Bashkisë Lezhë të njësisë administrative Shëngjin dhe punonjësit e zonës të mbrojtura u angazhuan për të pastruar jo vetëm hapësirët e plazhit, por edhe pjesët e thellët e bregut që preken më shpesh nga mbetjet që sjell lumi. Për shkak të terrenit të vështirë, qesën mbetërina u transportuan me farka, pasi mjetet e pastrimit nuk mund të futen në këtë zonë të mbrojtur. Administratori i Shëngjinit Brahim Demi u bëri thirrje banorëve të tregojnë kujdes me hedhjen e mbetjeve në Lumindrin, duke theksuar se çdo ndodhje përfundon në det dhe më pas në lagun. Ai theksoi se puna nuk do ndalet derisa zona të jetë plotësisht e pastër. Jemi këtu në Gërgderdhjet e Lumindrin së bashku me Drejtorinë e Shërbimeve Publike, zonat e mbrojtura dhe banorët e zonës për pastrimin e këtij terreni, pasi gjatë prurjes të fundit, rresheve të fundit u shkaktu kjo situatë. Jemi këtu deri në normalitetin e kësaj zone. Faktikisht kjo zonë nuk është se është e frekuentuar për pushuesit ose për pjesën e njerëzve, pasi nuk është e aksesueshme. Ju bëj thirrje gjithë banorëve që në burim që mos t'i hedhin mbetërinat në Lumindrin, pasi ndosim gjithë vijnë bregdetare. Ndërhyrja faktikisht është shumë e vështirë, pasi kemi porosit disa varka për të kaluar te pjesa tjetër e zonës. Zona këtu quhet Kune dhe faktikisht kemi pas shumë problematika. Pastrimi i Bregdetit do të vazhdojë në të gjithë zonat e frekuentuara ose jo me monitorim të përditshëm për të garantuar një mjedis të pastër dhe të mbrojtur.